Banka e Shqipërisë ka blerë 161.6 milion euro në tregun e brendshëm gjatë gjysmës së parë të vitit, me qëllim rritjen e rezervës valutore dhe stabilizimin e kursit të këmbimit. Gjatë tremujorit të dytë, banka ka zhvilluar 7 ankande ku janë blerë 88.90 milion euro, nga 33.20 milion euro të blera në tremujorin e parë. Prej datës 9 maj rezulton të jetë bërë një blerje prej 72.70 milion eurosh, e ndryshme nga ankandet e zakonshme. Por a kanë dhënë këto ndërhyrje rezultat në zbutjen e kursit të këmbimit? Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, kursi i këmbimit ka marrë 8 pjetën për poshtë. Zhvlerësimi i euros nuk është ndalur asnjë moment, duke rënë në 97 lek në fillim të muajit qershor. Sikursi ishte lajmëruar në dhjetor 2024, Banka Qendrore ka zhvilluar 2 ankande me opsionin forward me afat një muaj, pra përmes një marrëveshjeje paraprake për blerjen e euros në një datë të ardhshme dhe me një kurs këmbimi të përcaktuar që në momentin e arritjes së kësaj marrëveshjeje, ndërsa ka vijuar me zhvillimin e 2 ankandeve të tjera me afat 3 muaj. Deri në fund të këtij viti, Banka e Shqipërisë synon që të blejë nga bankat tregtare 270 deri në 350 milion euro, rreth 20 milion euro më shumë se në 2024. Si rezultat i të ardhurave nga turistët, flukset e euros janë më të larta në tremujorin e dytë dhe të tretë. Për këtë arsye, numri më i madh i ankandeve zhvillohet në këtë periudhë. Banka Qendrore mban një rezervë valutore për të përmbushur nevojat e qeverisë për valutë për shlyerjen e borxhit të jashtëm, për të mbështetur tregtinë ndërkombëtare duke përmbushur kërkesën për valutë që buron nga importuesit, si dhe mundësuar ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë në treg, me qëllim parandalimin dhe zbutjen e lëvizjeve të forta të kursit të këmbimit.